Provat e jetës. Pse na ndodhin vështirësitë? Ndoshta sapo ke marrë një lajm që të ka thyer zemrën. Ndoshta ke humbur dikë që e doje me shpirt. Ke mbetur pa punë apo sëmundja po të bren trupin. Në ato momente errësire, kur dhimbja të shtrëngon fytin, shejtani vjen dhe të pëshpëritë në vesh dyshimin më të rrezikshëm. Pse ty? Nëse Allahu të do, pse po të ndodh kjo? Ti fillon të mendosh se vështirësitë janë shenjë zemërimi të Zotit, por është vërtet kështu? Sot, le të zhytemi në sekretin më të madh të jetës toksore. Pse na godasin stuhit dhe çfarë fshihet pas dritës së tyre të fshehur? Gjëja e parë që duhet të kuptosh është se kjo botë nuk u krijuar për të qenë xhenet. Ajo nuk është vendi i prejes absolute, por është një sallë provimesh. Allahu i lartësuar nuk na premtoi një jetë pa dhimbje, përkundrazi, ai na paralajmëroi me saktësi absolute në surën El Bekarea jeti 155. Ne do t'ju sprovojmë me ndonjë gjë, me frikë, me uri, me paksim të pasurisë, të jetës dhe të rasteve, të korrave. Por përgëzoi të duruarit. Surja El Bekare 155. Sprova nuk është një aksident në jetën tënde. Ajo është pjesë e planit hyjnor. Kurani e bën të qartë se besimi nuk është thjesht një fjalë goje, por një qëndresje duhet të vërtetuar. Në surën El Ankebut, Zoti thotë: A mendojnë njerëzit se do të lihen të thonë, ne kemi besuar, pa u vënë në provë? Surja Ankebut 2. Nëse mendon se vështirësia do të ndodhë se Allahu nuk të do, mendoje këtë. Kush kanë qenë njerëzit më të goditur dhe më të sprovuar në historinë e njerëzimit? Profetët. Kur profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, u pyet se kush njerëz sprovohen më së shumti, ai u përgjigj: Profetët, pastaj ata që vinë pas tyre, për nga devotshmëria, pastaj ata që vinë pas tyre. Njeriu sprovohet sipas shkallës së fesë, besimit të tij. Dhe ja ku vjen thënia që përmbys çdo logjik njerëzore, një fjalë që duhet i jap dritë çdo zemre të thyer. Vërtet, kur Allahu e do një popull, ai e sprovon atë. Sprova nuk është thjesht shenjë braktisjes, ajo është shenjë për zgjedhjes. Ashtu si ari që futet në zjarr për të pastruar nga papastërtitë, edhe besimtari futet në zjarrin e sprovave për të pastruar nga mëkatet dhe për t'i lartësuar gradat në ajret. Asgjë që të ndodhë nuk shkon tëm. Çdo sekondë e ankthit tënd, çdo natë pa gjumë, madje edhe gjëmbi i vogël që të shpon gishtin, ka një vlerë të jashtëzakonshme te Zoti yt. Profeti Mëshirës alayhis salam ka thënë: Nuk e godet muslimanin asnjë lodhje, asnjë sëmundje, asnjë mërzitje, asnjë pikëdhim, asnjë dëmtim, e asnjë mundim, madje as gjembi që e çpon, pa ja fshirë Allahu me to disa nga mëkatet e tij. Kur vujtja jote të duket e gjatë, kujto se Allahu i ka vendosur çdo gjë një kufi. Ai nuk të ngarkon kurrë, më shumë se sa mund të mbash, dhe pas çdo nate të errët, ai ka garantuar agimin. Ai e përsëriti 2 herë në surën El Inshira që ti të mos dyshosh kurrë. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Me të vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Surja Inshira 5. Vështirësia nuk vjen për të shkatruar. Ajo vjen për të thyer egoizmin, për të lunjëzuar në sejdë dhe për të kujtuar se sa nevojë ke për krijuesin tënd. Ndoshta ajo sprovë që ti u urren sot është e vetmja gjë që do të shpëtojë nesër në ditën e gjykimit. Prandaj, o ti që po vuan, fshi lotët. Mos thuaj pse unë, por thuaj elhamdulillah. Falënderimi takon Allahut në çdo gjendje. Ti je në dorën e atij që është më i mëshirshëm për ty se sa nëna jote. Qëndroj pa lëkundur, sepse stuhia do të kaloj, por shpërblimi i durimit tënd do të mbetet përjetë. Lëre veten në dorën e atij që di çdo gjë. Sprovat e sotme janë dritat e të nesërmes.